A e dini se kush ka qenë njeriu më pro-gjerman në Kremlin? Tërësisht i tillë ka qenë Stalini. Ai favorizoi bashkëpunimin me Gjermanin fill pas vdekjes Leninit dhe ai nuk e ndryshoi këtë qëndrim bazë kur Hitleri erdhi në fuqi. Përkundrazi, triumfi nazistëve e përforcoi kërkesën e Stalinit për lidhje më të afërta me Berlinin. Për këtë u nxit nga kërcënimi japonez në lindjen e largët. Ai kishte një përpusje të thellë për kombet e zgërlaqura demokratike edhe po aq respekt të thellë për shtetet e fuqishme totalitare. Dhe ai udhëhiqej nga parimi se e mira është të merresh vesh me fuqi superiore. E gjithë politika ndërkombëtare e Stalinit që një sër manovrimesh që synonin të vendosnin atë në pozita të favorshme për një marrëveshje me Hitlerin. Kur ai u bashkua me lidhjen e kombeve, kur ai propozoi sistemin e sigurimit kolektiv, kur ai kërkoi dorën e Francës, flirtoi me Polonin, i bëri korte britanisë dhe ndërhyri në Spanjë, çdo lëvizje ishte llogaritur me syrin e fiksuar mbi Berlin. Shpresa e tij ishte të fitonte një pozitë të tillë që Hitleri ta gjente atë si përfituese për të kënaqur kërkesat e tij. Një pikë ulmore në politikën e Stalinit u arrit në fund të vitit 36, lidhur me konkluzionin për një marrëveshje të fshehtë gjermano-japoneze e negociuar prapa perdes së tymosur të paktit antikomintern. Nenet e kësaj marrëveshje të fshehtë që arritin duart e Stalinit nëpërmjet përpjekjeve të mia të stafit që unë drejtoja, e shtyn atë në një orvajtje të dëshpëruar për të rënë në ujdi me Hitlerin. Në fillim të 1937-s, një marrëveshje e tillë në të vërtetë mbeti pezull ndërmjet tyre. Askush nuk e di se në shpërmasa u skicua Qyshater, traktati i fundit i gushtit 1939. Kjo ndodhi 2 vite përpara se Stalini të fillonte të shpaloste botës sjelljen e tij miqësore ndaj Gjermanisë. Më 10 mars 1939, ai bëri të parin prononcim ndaj aneksimit të Austrisë nga Hitleri dhe të pushtimit të krahinës së Sudeteve, duke dhënë reagimin e tij kundrejt atyre pushtuesve nazistë që tronditën botën. Bota u habit nga hapjet miqësore të Stalinit ndaj Hitlerit. Ajo botë meti e shtangur, 3 ditë më vonë, kur Hitleri marshoi mbi Çekoslovaki. Rekordi politik së paqëtimit të Stalinit ndaj Hitlerit, të 2 rekordet, për politikën e hapur dhe atë të fshehtë, zbulojnë se sa më agresiv bëheshin veprimet e Hitlerit, aq më shumë nxitej kortezia e Stalinit. Dhe sa më energjikisht Stalini përpiqej ta bënte për vete atë, aq më të paturpshme bëheshin agresionet e Hitlerit. Këto dhe tjera informacione i mësojmë nga Krivicki, ish agenti i fshehtë Josif Stalini. Unë, thot ai, isha në atë kohë me detyrë në departamentin e zbulimit të shtabit përgjithshëm të ushtrisë së kuqe, në Moskë. Ne dinim që kriza në Gjermani ishte e pashmangshme. Të gjitha informacionet tona të fshehta na kishin përgatitur për një shpërthim. Sapo Hitleri nisi pastrimin e tij më 30 qershor 1934, ne filluam të marrim buletinet vazhdueshme nga Gjermania. Atë natën po punoja si ndërrethë me stafin e ndihmësave, duke përmbledhur informacionin ton për komisarin e luftës Voroshilov. Takimi i jashtëzakonshëm i biros politike që e thirrur për të shqyrtuar pasojat e mundshme të spastrimit të Hitlerit dhe efektet e tij mbi politikën e jashtme sovjetike. Informacioni i fshehtë që ata kishin dorë tregonte se kanë përfshirë 2 krah të skajshëm të kundërshtarëve të Hitlerit. Ishte grupi drejtuar nga kapiteni Roh, i përbërë nga nazistë radikal të pakënaqur nga politikat e moderuara të Hitlerit. Ata po ndronin për një revolucion të dytë. Grupi tjetër përbëhej nga oficerë të ushtrisë gjermane në udhëheqjen e generalëve Schleicher dhe Bredov. Ky klan kërkonte në perspektivë restaurimin e monarkisë. Ata u bashkuan me krahun e Rohmit në synimin për të rrëzuar Hitlerin, se i cili krah, duke shpresuar dilte në fund triumfues. Buletinet tona të posaçme nga Gjermania sillnin lajmin se garnizonet në qendrat metropolitane i qëndronin besnik e Hitlerit, edhe që trungu kryesor i oficerëve të ushtrisë mbetej besnik qeverisë. Në Evropën perëndimore dhe në Amerikë, pastrimi i Hitlerit u interpretua gjithësisht si dobësim i pushtetit nazist. Stalini nuk kishte iluzione të tilla. Ai vlerësoi gjendjen në diskutimin e tij në byron politike si mposhtë. Ngjarjet në Gjermani nuk tregojnë as pak për kolaps të regjimit nazist. Përkundrazi, ato janë shtys drejt konsolidimit të atij regjimi dhe të fuqizimit të vet Hitlerit. Në ankthim tim për të mësuar vendimin e politbiros, qëndrova tërë natën zgjuar duke pritur kthimin e Berzinit.
Ne kishim një urdhër të prerë që askush, madje as vetë komisari luftës, nuk mund të mbante fletë sekrete me vete. Edhe unë e dija që Berzini duhet të kthehej në departament. Kursi politikës sovjetike kundrejt Gjermanisë naziste ndoqi mendimin zyrtar Stalinit. Byroja politike vendosi që me çdo kusht të josh Hitlerin për të bërë një marrëveshje me qeverinë sovjetike. Stalini kishte gjithmonë bindjen që duhet merrej vesh me një armik të fuqishëm. Nata e 30 qershorit e bindi atë për fuqinë e Hitlerit. Ky megjithatë nuk ishte një kurs i ri për Stalinin. Ajo nuk kje një nismë revolucionare në politikën e tij kundër Gjermanisë. Ai vetëm vendosi të dyfishoj përpjekjet e tij të shkuara për ta qetësuar Hitlerin. Thuaj se Hitleri dhe Stalini kanë qenë armiq për vdekje, por ky ishte një mit i pastër. Ajo ishte një tablo e deformuar, e krijuar nga një kamuflazh i zgjuar dhe mjegullat propagandës. Tabloja e vërtet e marrëdhënieve tyre ishte ajo e një nënshkruesi këmbgulës që nuk mund të shkurajohet nga refuzimet. Stalini ishte nënshkruesi, pati urrejtje nga ana e Hitlerit. Nga ajo e Stalinit kishte ndrojtje, shumë kohë përpara ardhjes në fuqi të Hitlerit apo edhe të vetë Stalinit. Bashkëpunimi sovjeto-gjerman ka qenë diktuar nga trysnia e ngjarjeve. Një lidhje Moskë-Berlin ka qenë krijuar më shumë se 10 vite përpara Hitlerit me paktin e Rapalos të vitit 1922. Të dyja palët, Bashkimi Sovjetik dhe Republika e Gjermanisë, trajtoheshin atë kohë si dëbuar. Të dyja qenë të përçmuara nga aleatët. Të dyja kundërshtonin sistemin e Versailles. Ato kishin lidhje tradicionale, ekonomike dhe interesa dyanshme. Kështu thuhet në publikimin e Telegrafi.com. Atëherë shtohet pyetja, kush e nxiti luftën e dytë botërore, e cila u zhvillua në vitet 39-45? Stalini apo Hitleri? Kjo luftë cilësohet si një prej luftrave më të tmerrshme dhe më shkatrimtare në botë. Ngjarjet më të rëndësishme ishin pushtimi i Polonisë më 1 shtator 1939, pushtimi i Francës nga ushtrit italo-gjermane më 14 qershor 1940, pushtim ky që ndau Francën në 2 territore, sulmi mbi Bashkimin Sovjetik më 22 qershor 1942, operacion ky që u quajt Barbarossa, pastaj sulmi i japonisë i bazë ushtarake amerikane në ishullin Pearl Harbor më 7 dhjetor 1941. Viti 1945 shkaktoi vdekjen e 140.000 viktimave në Japoni, pikërisht në Hiroshima dhe Nagasaki, nga hedhja e bombave atomike nga SHBA. Fenomen tjetër i luftës dytë botërore ishte edhe vendosja kundër e dy aleancave. Në njëra ndodhej Aleanca e Kombeve të Bashkuara, Britania e Madhe, Franca, SHBA dhe Bashkimi Sovjetik. E në anën tjetër ndodhej Boshti Çelik, i përbërë nga Japonia, Gjermania dhe Italia. Mos harroni betejën për Afrikën Veriore në vitet 42-43, po kështu betejat në Ballkan në vitet 41-45. Gjermania pranon humbjen ku më 7 maj nënshkruan kapitullimin me perëndimorët edhe më 8 maj me komandën sovjetike. Në qershor të 1945 u krijuan në San Francisco Organizata e Kombeve të Bashkuara me qëllim ruajtjen e paqes në botë. Pastaj u zbatua plani i quajtur Marshall, me qëllim që shtetet të merrnin veten ekonomikisht dhe që nga ky plan mund të fitonte çdo shtet me tipare demokratike. Edhe kështu bota u ndan në 2 kampe. Fatkeqësia e Shqipërisë ishte përfshirja në kampin socialist. Faleminderit.